Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju komentet e radhës. Dua pak të ndaloj tek më e komentuara, tek më e përndjekura, në fakt Brikena Selmani është në qendër të vëmendjes për lëvizjet që po bën. Do me thënë të gjithë janë duke ndjekur dhe po pyesin çfarë po ndodh me këtë vajzë. Tani, në këtë skenarin e përgatitur, që unë jam shumë i bindur që e tëra kjo është një skenar i mirë menduar nga ana e Top Channelit se kur do të largohet Brikena, kur do të hyjë në studio, sepse në asnjë televizion, më besoni, në asnjë televizion, të paktën ne që merremi me televizione, e dim shumë bukur se mirëkuptimi në një emision, në një le të themi maraton kaq të fuqishme siç është Top Arena, sepse ti je lodhur emocionalisht, sepse ti je lodhur psikologjikisht, më besoni që nuk është. Ka patur raste kur moderatorët apo si t'i quajmë, të tashmë janë moderatorë sepse udhëheqin emisione, kanë patur qoftë edhe vdekje në familjet e tyre, që do me thënë është dhimbja më e madhe, është dash që të jenë në studio, është dash që ta vazhdojnë maratonën e tyre, programacionin e tyre. Dhe në këtë rast, edhe Brikena Selmani, pa marrë parasysh se sa e lodhur mund të duket, pa marrë parasysh se sa e stresuar mund të duket, pa marrë parasysh se sa e tensionuar mund të jetë ajo. Ajo duhet me patjetër të jetë prezente në emision nga fillimi deri në fund. Po nga vetë fakti që Brikenës i jepet në moderim vetëm rubrika e saj dhe jo qëndrimi në sken, do me thënë tregon jashtëzakonisht për Brikenën. Unë mendoj që Manushi ka bërë një marrëveshje interesante dhe është duke duar trokitur marrëveshjen e tij, është duke vazhduar marrëveshjen e tij me Brikenën dhe me Mateon. Në qoftë se Brikena nuk e nxori në story këngën të Mateos, nuk do të thotë që Brikena nuk është me Mateon dhe nuk e mbështet Mateon. Është pikërisht kjo forma e mekanizmit të marketingut që Brikena dhe Mateo të jenë në qendër të vëmendjes, që Brikena dhe Mateo të komentohen dhe që Brikena dhe Mateo të analizohen më së shumti se çfarë në fakt po ndodh me to. Unë jam i bindur që nuk do të asnjë gjë, se po të kishte një gjë mes Brikenës dhe Mateos, vetë zemra nuk ta toleron që ti t'jesh kaq e lumtur, kaq i buzëqeshur, kaq pozitive. Brikena është e buzëqeshur njëjtë siç ka qenë në puntatën kur përqafoi Mateon, njëjtë siç ka qenë në puntatat kur i jepte energji Mateos dhe vazhdon të jetë edhe tani. Fakti që Brikena nuk e nxori këngën në story, do me thënë e mbulon atë pjesën që kjo këngë nuk është kënga e Mateos, por është një kërkesë nga Top Arena që Mateo të bëjë një këngë, sepse Mateo e pati cituar edhe vetë që unë nuk jam këngëtar, por e kisha kërkesë që ta bëja një këngë me ndihmën e Kellit dhe me tekstin që është shkruar me shumë dashuri, unë arrita që ta kem këtë këngë në sken. Dhe tani kjo nuk do thotë që do të jetë epoka që Mateo do të vazhdoj rrugtimin e tij të artit, të këngës, të muzikës. Unë këtu shoh një strategji në fakt të mirë menduar nga ana e produksionit, të cilët janë në gjendje të bëjnë gjithçka për të nxjerrur Mateon dhe Brikenën që të jenë në qendër të vëmendjes. Unë shoh një Brikena shumë të lumtur dhe zakonisht e gjitha kjo lumturi që shikoni edhe ju vjen nga mbështetja dhe nga dashuria që ajo merr.